Rrethet elektorale kanë përfshirë partitë politike në vend, ndërsa brenda të mërkurës të gjithë duhet të dorëzojnë listat e kandidatëve në KQZ. Në kampin socialiste, Edi Rama ka paralajmëruar një uragan politik duke përfshirë të rinjt në listat e mbyllura dhe duke lënë veteranët të garojnë mes tyre në listat e hapura. Por si çdo furtunë ka dhe disa emra që dalin më shumë në sipërfaqe. Një ndërtar është zëvendës ministri i energjisë dhe infrastrukturës Seno Klosi, një emër që ka bërë xhiron e mediave si prurje e re në listat e PS-s. Kjo kandidaturë ka shkaktuar rabi jo vetëm brenda rrallëve socialiste, por dhe në opinionin publik. Arsyeja është e thjeshtë, Klosi është aktualist në hetimin e SPAK për 4 vepra penale: korrupsion, shpërdorim detyre, mashtrim dhe falsifikim dokumentash. Por kush është Seno Klosi? Klosi është një nga njerëzit më besnik të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke shërbyer në disa poste strategjike dhe sipas të dhënave duke lënë pas dhe një sër dëmësh ekonomike. Por kush e mbron Klosin? Kur opozita akuzoi për 2 afera një tjetër institucion kushtetues KLSH-s zbuloi abuzimet e tij në krye të tatimeve OSHE-s dhe Agjencisë së Ujësisë Kanalizimeve duke kërkuar largimin e tij. Por çfarë ndodhi? Sigurisht ai nuk u shkarkua, madje përkundrazi, u mor në mbrojtje nga shefja Balluku, e cila për të forcuar këtë mbrojtje duke se synon ta marrë me vete në listat e Partisë Socialiste në Fier. Por përse Belinda Balluku nuk e shet Seno Klosin? Kjo është një pyetje për $1 milion. Çfarë bën kaq të rëndësishëm këtë zyrtar për Partinë Socialiste? Çfarë kontributi politik ka ai për të merituar një vend të sigurt në listë? Apo ndoshta këtë marrëdhënie shefe vartës ka diçka më shumë se thjesht profesionalizëm dhe besnikëri politike? Nëse ka diçka të qartë, është fakti që Seno Klosi nuk ka një lidhje organike me Partinë Socialiste, madje përkundrazi, ai mund të rezultojë një faturë shtrenjtë për socialistët e qarku Thier.